Mund të themi që lulet janë shoqet e preferuara të vajzave. Qofshin ato në formë buqete, qofshin ato në vazo, gjithmonë natyrale. Por për t'i mbajtur ato e për t'u përkujdesur, ndonjëherë na duhen disa këshilla e sugjerime që na japin vetëm profesionistët. Sot kemi të ftuar pikërisht një profesionist të fushës, si përmarrësin Lefter Bizhga. Mirë erdhe Lefter. Do të kalojmë direkt tek këndi jon për të biseduar dhe për të përkujdesur për lulet, edhe për të krijuar disa kompozime, apo jo? Absolutisht. Okej, në rregull. Të ftoj. Këndi sot është kaq i bukur. Nuk e di. Atëherë, do fillojmë, çfarë na sugjeron? Do fillojmë me kompozimin e një buqete apo me të flasim për lulet natyrale për vazot? Është më mirë të fillojmë me kompozimin që ne kemi nisur aktualisht, duke e sugjeruar duke anoncuar se ne anoncuar në ambienteve tonë, dyqanet tonë, por edhe duke sugjeruar klientit me fjalë si duhet ta marrë që ta mbajë sa më tepër në ambientet e shtëpisë apo të zyrës, varet se për ku është bërë dhurata e dedikuar. Kompozimi që keni nisur... Aktualisht ne kemi një boks, është një kuti kartoni, vendoset një sungjer profesional brenda, i cili mban lagështirën që mos thahet pjesa e trëndafilit, pra të qëndrojë sa më i freskët, qëndron shumë më tepër, pra 7 deri në 10 ditë maksimalisht, por që të qëndrojë 7 deri në 10 ditë duhet përkujdesim edhe ne pak, sadopak për të, pra duke prerë her pas herë, pra një herë në 2 ditë, e mira dyshe për ditë, por nëse nuk është se kemi kohë apo do ta presim një herë në 2 ditë maksimalisht. Pra është trëndafili, po. Është trëndafili, do e presim këtu në fund. Jo, nuk është aty, varet se si ne do ta kompozojmë. Pak më lart, jo deri aty më fjalë, pak më lart, normalisht kompozimin që ne do bëjmë do quhet bombe, pra është diçka e rrumbullakët. Ne do t'i japim një volum të tillë që të jetë sa më funksional që ta ketë dikush në ambientet e shtëpisë ose të zyrës. Aktualisht mund ta presim diku këtu. Nuk të kuptova. Do më thënë prerja bëhet për kompozimin tani, po në vazhdim, kur ne marrim vazën... Atëre ka dy gjëra, ne duke bërë një kompozim. Jemi duke bërë një kompozim në boks, si që thash në sungjer. Në qoftë se ne do t'i marrim, do t'i mbajmë në shtëpi, pra do marrim një buqet me lule, me trëndafila, një dyzinë 10 ose 12 copë që mbahet, mund ta marrim trëndafilin siç është, para se ta vendosim në vazën në shtëpinë tonë, do ta presim shumë pak dhe në formën e tillë që unë preva aktualisht, që ai thithi ujë. Po njëta gjë, siç te kompozimi, ashtu tek buqeta në shtëpi, po prapë trëndafili që të qëndrojë sa më gjatë duhet prehet ose për ditë ose një ditë patjetër. Pse s'na kishte thënë njëri këtë ne deri sot? Prandaj është e atëne. Ky është gabim. Që të marrim disa sekrete. Absolutisht. Sepse normalisht nëse ne nuk bëjmë shërbimin e duhur, pra duke prerë ose duke e vendosur, duke hedhur pak ujë sungjerit, se normalisht ne do ta presim që ta presim, po do t'i hedhim edhe pak ujë sungjerit, sa do pak ai fillon trëndafili fiti dhe bën thajin e vend sungjerit, po. Ashtu dhe tek gota e ujit që apo vazoj që ne do kemi, gjatë gjithë kohës duhet ta presim pak, po. Në rregull. Kompozimi do të jetë vetëm me trëndafila? Vetëm me trëndafila sot, vetëm trëndafila, kemi zgjedhur një lloj trëndafila roz. Çfarë të frymëzon trëndafilat roz? Pink. Po, shija e femrës, shija e gocës, pra gjithë gocat gjatë gjithë kohës nuk është se përveç hiç pjesën e festave që janë fund vitit, Krishtlindje apo vit i ri, mund të themi që edhe Shën Valentini, gjatë gjithë kohës pastaj gocat preferojnë gjatë gjithë kohës ngjyrën ciklamin, roz, pink apo pastel, ka ngjyra të ndryshme. Po tek ngjyrat që nuk janë shumë natyrale si bluja ose atë të dedikuara më tepër për meshkuj. Për meshkuj? Po. Ngjyra blu që ka për meshkuj. Blu, e verdhë, e bardhë, pra nëse i durojmë se normalisht nuk marrin vetëm gocat buqeta, marrin edhe meshkuj. Por duke sugjeruar për tek klienti apo klientja që vjen që bën buqetën, janë ngjyra mashkulli shumë specifikuara tek ngjyrat, pra nuk luajmë shumë vëshmëri, pra ngjyrat pink, roze. Trëndafilat. Jo se nuk ka, po patjetër. Varet se për çfarë dedikon gjithmonë. Varet ti për çfarë dedikon këtë lloj gjëje. Sa trëndafila do përdorim për këtë kompozim? Aktualisht ne kemi këtu një tuf, është trëndafile Ekuador, është 25 copë. Për pjesën e kompozimit dhe numrit trëndafilave, bazohen më shumë tek çmimi, tek domethënia e numrit, apo sa duhet për një kompozim të kësaj madhësie? Kryesisht e pjesa ke të dyja. Pra edhe çmimi edhe ke pjesa sa duket si volum. Pra te numri, të domethënia e numrit. Ka shumë llojshmëri kompozimesh. Pra dikush e do të mbushur, pra nuk do asnjë lloj jeshile, do vetëm trëndafila që ta ketë, dhe varet
sa ka sasinë e vazo, pra çfarë lloj gryke ka vazoja, atë aq vendos dhe për merë pra që vendos në vazo. Për domethënien e numrit nuk interesohesh ka. Jo, atë janë personalizuese pastaj. Dikush kërkon që të marri sa vjeç është personi për shembull. Bën 25 vjeç, do marrë 25 trëndafila, bën 20 vjeç, me 20, bën 40, merr 40 trëndafila. Kjo pastaj varet, nuk është e thonë. Pra gjithmonë qëndrojmë tek pjesa e kënaqësisë klientit se çfarë kërkon ai që të marrë. Siç e shikoni dhe ju më fjalë që unë gjatë gjithë kohës i pres trëndafila dhe pastaj gjithmonë gjet gjëmbat e fundit sepse bën çajin e sungjerit. Po këto gjëmbat, për shembull, është mirë t'i heqim se ne gocat ndonjëherë nga entuziazmi harrojmë edhe absolutisht që po. Trëndafili që durohet në buqe, jo, nuk ka lidhje fare. Jo, pjesa e gjëmbët, jo, edhe gjethes, nuk ka asnjë lloj problemi. Ja, ju shikoni që unë i heq edhe vetë me dorë, por normalisht unë këtë pjesën këtu nuk na nevojitet dhe unë e pres. Në rregull. Pra, këtu kemi këtë lloj kompozimi, të cilën duam ta anonojmë kështu siç e kemi, me këtë lloj ngjyre që është jashtëzakonisht shumë e bukur dhe e fortë, e ndezur. Për kompozimet, vendosni emërtime? Absolutisht që po. Përveç emërtimeve ne kemi të anoncuar dhe kompozime të tjera. Për shembull, kemi këtë këtu që ne po shikojmë, dhe kjo është me ngjyrat e vjeshtës, që ne e kemi. Kemi pampas, djethë dushku, lule dielli, trëndafila me ngjyrë sadopak që janë pjesa e vjeshtës, portokallia, e verdha në portokalli. Këto janë ngjyrat me fjalë që përshtaten shumë më tepër në stilin që ne jemi aktualisht. Po kjo nuk do të thotë që do të marrësh patjetër një kompozim të tillë. Pra, gjatë gjithë kohës njerëzit kërkojnë, pra dikush kërkon që ta marrë brenda javës. Një kompozim të tillë nuk është se qëndron më shumë se 7 deri në 10 ditë maksimalisht. Në rregull. Kam dëgjuar për një metodë që për ta mbajtur si kujtim kompozimin e bëjnë me espërkasin me llak. Ke dëgjuar? Po, është shumë e vërtetë ajo. Pjesa e tharjes se qëndroj buqeta sa më gjatë. Ajo po qëndron. Po qëndron dhe vetëm tek pjesa e trëndafileve dhe këtë gjithë pjesasia e luleve. Pra mund të marrësh pjesën e buqetës, ta bësh, dhe mbas një javë që ajo fillon dhe bën pjesën e tharjes, vyshkës e tharjes, mund ta varë me kokë poshtë, ta lymë me llak gjatë gjithë kohës, ajo bën pjesën e tharjes. Pra dhe nëse është një kujtim i bukur ai kompozim ajo buqet, mund ta mbani për një kohë shumë të gjatë. Normalisht. Ka klient që përpos ngjyrave që mund të kërkojnë lidhen edhe me domethënien e lules? Absolutisht që po. Pra, gjithkush merr atë lloj gjë, pra, është një gocë për shembull që ka emrin Iris, dhe ti dërgon lulin pra kërkon që të marrin lulen Iris, sepse cila është luleja Iris? Për momentin e nuk e kemi. E pas kemi haruar Irisin sot. Po lulet që kemi sot? Lulet që kemi sot është kalla që është luleja mbretëreshës. Cila është luleja mbretëreshës? Ajo aty përpara, janë 2 lule që janë përpara, janë këto këtu. Më falni. Se dolëm nga pjesë e kompozimit. Dolëm, po. Këto të dyja. Pra, nuk është e thonë, gjithkush mund të marrë atë lloj pjesë lule, atë lloj lule me fjalë që ai ka qef. Nuk është e thonë që ka emërtime lulesh të jashtëzakonshme, pra nuk është çfarë do lloj trëndafili ka emërtimin e prodhuesit. Nuk është se merr një emër të vetin. Pra, ky lloj trëndafili ka emrin e prodhuesit. Një lloj trëndafili tjetër Red Naon, për shembull, ai kuqi i famshëm i madh që ne marrim për Shën Valentinin, edhe ai është emër prodhuesi. Pra, çdo trëndafil ka emrin e prodhuesit aktualisht që ne po flasim. Në rregull, kuptoj. Po përfundojmë? Kemi edhe shumë punë për kompozimin? Kemi edhe pak. Mund? Në rregull, kemi pra edhe një edhe diku, po një 5 jasop që ne. Përveç atyre ne kemi përdorur dhe se ngelëm vetëm tek syngjeri që parë, sa morëm me diçka tjetër, përveç syngjerit kemi vendosur edhe jeshilliqe të tjera. Për të bërë pjesën e ndarjes nga boksi tek pjesa e trëndafilave. Dhe kjo lloj gjëje bën dhe ndarjen e trëndafilit nga boksi me fjalë që duket sa më i veçantë. Pra specifika e lules dhe kompozimit bazë eksperiencës që ne kemi me fjalë është jashtëzakonshme, sepse nuk mund ta vesh direkt trëndafilin nëpërmjet boksit apo një syngjeri sepse nuk del. Por shumë mirë, edhe një klient mund ta marrë dhe ta bëjë vetë të lloj kompozimi, jo në këtë lloj forme dhe ta ketë kaq prefekt siç ne po e bëjmë aktualisht, sepse njerëzit nuk i kanë të gjitha kushtet normalisht apo nuk, por është tepër e thjeshtë që mund ta bësh nëpërmjet një syngjeri, siç bën ti atë buqetën e famshme që e merr nga dyqani luleve dhe vendos dhe ajo bën hapjen e vet aktualisht, ashtu bëhet edhe kompozimi, pra është tepër e thjeshtë. Vetëm thjesht të kesh pak durim dhe ti shpjegosh njerëz se si bëhet një kompozim nëse duan ta bëjnë në formë një box. Megjithatë unë personalisht jam më shumë fanse e buqetave, është shumë e vërtetë. Dhe jo kompozimeve, sepse pastaj është shumë e thjeshtë edhe për t'i vendosur në një vazo
edhe për ta zbukuruar ditën sa herë ti ishe ato lulet. Është shumë e vërtet. Duken shumë më këndshëm dhe shumë më natyrale, të jemi sinqert, sesa kur janë në kompozim. Kështu duken që janë tipike dhura, por... Zakonisht të lloj buqetash dedikohen për ambiente, për shumë si që është materniteti, për një lindje, si që është për një dhuratë, dikush një shoqe në zyrë, apo ambiente të cilat nuk mund të dedikohen dot me pjesën e vazove. Nuk mund të bajnë dot vazo, edhe është shumë më mirë kjo lloj gjëje dhe qëndron, pra pjesa e luleve do qëndroj atë aq sa ne do kemi një buqet, pra një trëndafil, qofse po prapë për kujdesemi, nëse mund t'i lejmë aty dhe për 2-3 ditë, pjesa e verës për shumë nuk se qëndron jashtëzakonisht shumë trëndafili, apo çfarë do lloj lulje. Kurse nëse është në syngjeri, do është në këtë lloj forme dhe nëse ne uisim her pas here shumë pak, vetëm tek pjesa e syngjerit, tu që mos dalë dhe uji dhe se kërkon shumë pak, jo më tepër se një filxhan çaj. Po, përmendë pjesën e materniteteve dhe mua më kujtua një detaj që kam vënë re. Paka shumë kjo është kompozimi i përfunduar, siç ne e kemi. Doja ta anoncoja këtë lloj gjëje sepse është tepër e thjeshtë që të bëhet një kompozim, siç ne në dyqanet tona për shembull, pra një kompozim nuk është se vonon. Nuk është se vonon shumë më tepër se sa 5 deri në 10 minuta maksimalisht. Tani, nisa një pyetje unë, nisu nga materniteti, kur kam bërë buqeta, më kanë specifikuar, më kanë thënë që duhet kesh kujdes, kur kam hyrë te materniteti, se jo çdo lloj buqete, jo çdo lloj kompozimi pranohet. Janë disa lule që nuk duhen... Aromat, lulet që janë me aromë. Kjo është vetëm specifik. Nuk duhet të kenë aromë. Çdo lloj lule thjesht mos ketë aromë. Mos ketë aromë. Pra kjo është edhe specifike më fjalë sepse po specifika të tjera për raste të tjera, po vetëm ky është rasti vetëm. Jo, nuk është e thonë, thash unë. Në anëçova më tepër ke pjesa se si mund të marrësh një kompozim të tillë, pra e dhuron çon diku tek një shoqe në zyrë, të cilën ajo normalisht është ambientet e punës, kurse disponon patjetër një vazo që të ketë që të fusi që të vendosi buqetën. Kështu që është shumë më tepër komode kjo, jep dhe volumin e dur, sepse normalisht mos harrojmë, pjesa e boksit është ajo që ti do marrësh x trëndafila, do t'i vendosh mund të jenë 25, po në varet sa është pra gryka e vazos, edhe ajo nuk është se do hapet në tërësi si që është e hapur në kompozimit. Unë duke që se jam një dashamirëse lulesh, kam një problem. Kur më pëlqej shumë lulet, nuk i heq fare. Edhe si kur ti jenë duke u tharë dhe fillojnë lëshon një lloj arome që duke ndonjëherë bezdisëse. Është shumë e vërtetë. Sa problematikë është ajo aroma pasi ka kaluar ai 10 ditë që? Është shumë problematike sepse hequr ato lule nga ambienti? Patjetër sepse ka bërë kapëzimin e kërcellit dhe prandaj lëshon ato aromat e këqija, por edhe përveç asaj ka kryer gjithë funksioni, kështu që nuk mund të jetë më aty. Pra ajo ndot gjithçka, jo vetëm pjesën e vazos apo aromat që jep, ndot gjithë ambientin nuk është. Sugjerimi është pas sa ditësh fiks të hiqet që mos të kalojë në dëmtim? Shikohet pjesa e trëndafilet apo çfarë do lloj kompozime lule që ti, shikohet në pjesën e rënies, varjes së lules apo rënies petaleve që nuk ekziston. Pra shikohet çfarë do lloj buqete që mund të merret, nuk mund zgjas mund të bësh 7 deri në 10 ditë maksimalisht. Okej. Përpiquni ta hidhni pastaj se që ka e dëmshme për absolutisht nuk sugjerohet që të qëndroj, po. Cili ka qenë kompozimi më i çuditshëm që të kanë kërkuar, ose më i veçanti, nëse mund ta themi? Po paka shumë që gjitha po të njëjtin problem kemi dhe e thoni. Edhe kompozimet kanë qenë të jashtëzakonshme. Kompozimet fillojnë nga 10 trëndafila apo 10 lule, se kemi ngelur vendi tek pjesa e trëndafilëve me që anoncuam këtë lloj kompozimi, nuk është se shumë që pra kemi filluar me 10 lule dhe kemi funduar deri 1200 lule. Pra, kompozimet kanë qenë të jashtëzakonshme. Janë varet se çfarë ti do të bësh. Po thua për nga që kanë qenë të jashtëzakonshme, shumë të bukura, shumë veçanta, po unë kisha më shumë që të çuditshme, që kanë bërë ca kombinime. Jo, të kombinime të çuditshme që nuk është se do i kishe bërë vet, por ti kanë kërkuar dhe klienti është mbreti, çfarë kërkon klienti e ke bërë. Absolutisht. Ka pasur? Po, në 99% të rasteve çfarë kërkon klienti dhe ne sugjerojmë dhe anoncojmë. Sepse klienti nuk di, pra është ajo pjesa që vjen dhe pyet, kam një ditëlindje, është një gocë e vogël, është 20 vjeç, është 30, 40, 50, apo e kam për X person, është zyrtare, apo dhe ne sugjerojmë dhe anoncojmë pjesës si mund të çosh një buqetë, dhe çfarë buqete shkon tek ajo lloj pjese. E kuptoj. Kjo është gjithë ideja. Atëherë, unë thash që vajzat i kanë shumë qef lulet dhe ne kemi dhe Ivan, pra jemi 2 bashkë prezentues, edhe ajo i ka shumë qef lulet dhe normalisht do dojë dhe ajo të bëjnë ndonjë pyetje për lulet, kështu që ne ftojmë të na bashkangjitet. Iva, hajde. Sa përqen këndi juaj i bukur në këndin më të bukur që kemi pasur ndonjëherë. Faleminderit që ishe me ne. Ishte bisedë shumë e këndshme, edhe mbi të gjitha i gjithë ky kënd
flet shumë. Ti ke ndonjë pyetje apo ti je perfekte në mirëmbajtjen e luleve? Jo, unë jam personi më i papërshtatshëm për të mirëmbajtur lulet ashtu siç duhet dhe nuk e di se ku qëndron problemi dhe më vjen mirë që po realizojmë të gjitha këto takime me ekspert të luleve për të kuptuar edhe për t'i mirëmbajtur ashtu siç duhet. Mua të vetmet lule që më rojnë gjatë, janë në lule të cilat të më dhurohen dhe që ndrojnë në një vazo. Pjesa tjetër atyre që mbillen pastaj jam një... Po pritë se edhe ato që në dhurojnë edhe janë në vazo, që janë preferuarat e mia, se normalisht nuk qëndrojnë vetëm 7 deri në 10 ditë, neve s'dim t'i mbajmë më shumë se sa një muaj. Për shembull, një muaj është shumë, orkiden se e pasha aty. Jo, së shumë, për pjesën që kalë... Orkideja dakord, po ato që dhurohen. Ato që dhurohen, që të jenë kompozime. Dhe lullet të prera, e thamë edhe pak më parë, janë 7 dhe 10 ditë maksimalisht. Si do jetë në boks, ashtu dhe në buqet me lullet, nuk më dhe. Kurse të pjesa e asaj që kemi vazot, poshtë pastaj kemi një sasi pra që mund qëndrojnë jashtëzakonisht shumë gjatë. Orkiden, atëherë, me qënë se unë e kisha me që ishe fiksuar tek orkidea, po, më thuaj. Si ta mbajmë që mos të thahet për 2 muaj, ta mbajmë i qikë më gjatë, se prandaj blem me vazo. Atëherë, jetë gjatësia e orkides, në qoftë se ti e merr një dyqan, normalisht, qëndron 6 muaj e qelur dhe 6 muaj e pa qelur. Si funksionon orkidea? Pastaj, pas pa qelur, thahet fare? Do ta them edhe këtë më poshtë, mos u mërzit, dhe i themi që gjitha. Jo se mos na ka ikën minutazhe dhe ajo. Sa kushton kjo lulja, më pëlqen shumë, a mundem ta marr? Ajo është 3500 lekë të reja. Sa që po flasim, është shkalla. Po ku kanë çmim dhe ku kanë vlerë lulja bukura, Tani që të ngelimi të pjesa orkides dhe jo vetëm se më shkon me këmishën, po vërtet shumë e bukur. Është zambak? Po, zambaku i famshëm. Lule për lulen. Urdhro, sot mos u anko nga unë se sot me koktejl qerasa, një lule ta rova. Po zgjidhe atë lule ti që ta marrësh vërtet shumë të bukura. Faleminderit. Atëherë që kishim tek orkidea. Orkidea, pjesa e orkideas pra që ti mund të marrësh në dyqan, pjesa më e pakët është 1 muaj dhe 1 muaj gjysmë që ose maksimalisht 3 muaj që mund të qëndroj e qelur dhe siç është në gjendje që ne kemi aktualisht. Orkidea është ai lejlaje dhe ajo blunë të bardhë që është anash. Sa herë duhet të uitëm? Atëherë, orkidea ka një specifik të jashtëzakonshme që nuk kujdesesh fare, këtu mos po demoralizo fare se do të them unë që pse duhet të qëndrojnë lule. Orkidea do t'i hedhësh vetëm 1 filxhan çaj në javë tek ashklat, tek pjesa e rrënjave që ajo ka. Një herë në javë? Një herë në javë. Pra çdo lule ka specifikën e vet. Nuk mund të marrim pra na teproj pak ujë e gota që ne po pim kafen dhe i hedhim X lule si rëndom kam pas bërë dikur apo dhe vazhdojnë hedhin te pjesat e rënda që janë bimët jeshile. Orkidea kërkon pra çdo bim që është e qelur ka specifikën e vet sepse është nga 3 deri në 6 muaj. Pra çdo bim që çel është sezonale. Po ndonjë përkujdesje më profesionale tip prerje rënjë se çka kam dëgjuar? Mos shko deri aty se hype lart shumë. Oh. Ma pas kanë komplikuar që nga shumë e thjeshtë, mendova që. Atëherë, pjesa orkides tash është e kisha edhe për kolegën tënde që i mërzitet sepse i prishën lule. Edhe mua. Një herë në javë do t'i hedhësh. Pra çdo lule që do marrësh duhet pyesësh më mirë tek personin në dyqan që ta shet apo ta e blunë, duhet ta pyesësh gjatë gjithë se lulet gjatë gjithë kohës kanë dhe pasaport vetën, se si mirë mbahet. Gjitha lulet po e është shumë e rëndësishme që të zgjedhim edhe se ku i blejmë lulet edhe të marrim informacionin e nevojshëm. Kjo është më kryesorja. Pa dashur të bëj reklam, por kjo është kryesorja sepse absolutisht, e mira është që të drejtohemi tek specialistët e vërtet sepse kjo lule ka një specifik tjetër në vaditje. Kam pyetur në të njëjtin dyqan Lefter dhe shitësja e turnit parë më tha të tjerat këshilla dhe turnit të dytë më dha të tjerat këshilla. Ndaj programi Eja tek ne në ditën e premte dhe gjithashtu ditën e hënë kemi specialistët për lulet, balkonet tuaja dhe terracat tuaja do t'jenë të mbushura plot deri në fund të sezonit. Faleminderit që ishe me në Lefter. Faleminderit Lefter. Faleminderit dhe për vazon që besoj është durat nga të dy. Ike tani duket. Do iki tani se e di që ka lajme më duket, Iva. Po, tani është edicioni informativ i orës 12, do të vinë këto momente në ekranet tuaja, por ju mos u largoni, ne do t'jemi sërish bashk pas edicionit të orës 12 të lajmeve, tu të Eja te ne. Shemi pas pak.